motorin që unë e kam nuk është edhe shumë i kushtueshëm që din me konë të tjertë. Tashte motorat shkojnë në bazë të kubikazhës dhe në bazë të firmës që e prodhon. Shkojnë normal kubikazha sa me vogël, aq më e lirë mundet me konë motori. Aq më e madhe, do të thonë aq më i madh është çmimi, aq më i madh mbajtja dhe krejt këto tjerat. E ke synim në ndonjë motor i cili është jashtë? Po, e kam ato synim. Gjithashtu këtave që më të mundu me hek edhe me ble një motor që zakonisht përdoret ma shumë në MotoGP nëse veç e din se qka është, janë bon gara, do më thonë si kur futboli që është Championship-i, që ashtu më edhe gara me motora, edhe është një motor që ka bo pjesë në ato gara. E që mu më ka tërhek me ble, pse është motor nështë që e kam andër për me pas. Qfar shifre kap, qfar vlere kap? Ajo është pak ma i shtrejt, po është edhe i shtrejt edhe për pjesë që i ka, është problem me ardhë, është prodhim 2025, ta është të mundesh me... Sa është pak ma shtrejt? është... Numrin. Po ta është i dikon 14.000 e ka, se është model, si me thonë, si prodhimi limited edition i që ati kompanije prodhimi, po dhe është vetë 2025, ta është normal, se cili vetë, sa ma i ri, aqë ma i shtrejt ka me konë qmimi. Ato pa tjetër që duhet me... Po mire, e pas ke synim një motor i cili në një farforme ka qenë pjesë e garave ndryshme. Ti e ke mendu ndonjëherë që të bësh pjesë e ndonjë gara? Se ta është i ra fjalla e MotoGP-së, kom këqyrë për me marë pjesë në garat e MotoGP-së. Sepse unë kam bindje që shumë pak femra edhe vozisin motor, po gjithsesi edhe kanë guximin më pas edhe me shku me marë pjesë në për gara. Unë e kam guximin edhe me shumë qef kisha bo pjesë në atë lloj gare, se të na te din që nuk mahën shumë gara, edhe nëse ishin majt, tu bazu në mentalitetin tonë... Po, edhe organizimet nuk janë të denja në funditës, po. Për atje kisha mendu me shumë qef me shku me marë pjesë, edhe di që ata më kishin trajnu, deri në atë pikën që unë isha kone gatshme, për me dalë në garë. Se normal aty dush mu trajnu me ditë qysh është... Qysh shkojnë, po, procedurat dhe regullat, pa tjetër. Shpresoj të ashtë në të ardhme, ndoshta nuk i dihet. Ke tentu me kriju kontakte? Una? Ke tentu me kriju kontakte? Po, kam tentu. Në fakt, bile e kam një shok që është italian, i cili për mes tina kom komuniku, kom kontaktu që shkojnë pjesë, që shkojnë procedura për me marë pjesë në MotoGP. Ka shumë shkallë, do me thonë, për me me marë pjesë, ato janë pak ma sfiduse, po që herë të kur da, mujnë nështa me marë si drejtim. Po bishëm, të pëlqen shpejtësia, pa dyshim, sepse është një motor i cili njihet për shpejtësi, sa ke shkel? Ma së shumëti. Me këtë motorin që e kam, se ta është përfoli me motor atje që shoqnis që i kom shvydzu për një gjero që thojmë. Me këta temen e kom testu, në fakt, kom dashtë veç me testu sa e ka limitin, dhe në 210 e kom mujt me qu, edhe kom po që dhejt që aty e ka limitin, nështë e ka hala ma shumë, po që nuk kom reziku me testu ma shumë. Edhe të e ditë rrugë të na që shenë nuk i ki bashkë të drejta, krejt i ki pak me këthesa marke, nuk e mujt shumë let me testu, po 210 me këta e kom rej. Je ndjenë rezik? Jo. Apo e ke bë me qef? Jo, me shumë qef. E kom bë me shumë qef, e kom ditë qysh qa muj me bo, nëse ndodhë diqka, po ka qenë rrugë e drejt, rrugë e shlirë, që kom mujt me testu, deri në fund dhe shpejtësin e ti. Po. Edhe kom pa që gjithë shka në regullë, mandena nuk është që kom provu gjithë herë, deri në fund me quse, ma rezik është.